Ndonë se ka dështuar edhe seansa e 16 e Kuvendit të Kosovës, liderët partijak më pas janë pritur nga presidentja e vendit, Vjosa Osmani. Edhe ky takim rezultoi pa sukses. Nuk pati ndonjë dakordtim lidhur me konstituimin dhe formimin e institucioneve të reja. Por pas këtij takimi, presidentja Vjosa Osmani tha se nuk e ka problem që bllokadën në kuvend ta dërgojë në gjykatën kushtetuese. Nëse kjo zvarritet shumë, janë disa opsione që vetë deputetët ta shfrytëzojnë. Deri tani, AAK-ja ka konstatuar një vendim, por që lidhet me formën e votimit jo domosdo me proceset e tjera, do shfrytëzojë prerogativat kushtetuese dhe i drejtojnë gjykatës kushtetuese. Sot ajo çfarë kam shprehur para liderëve, që nëse do të kishte pajtim edhe nga ana e tyre, unë nuk kam ndonjë problem që ta dërgoj këtë çështje në gjykatën kushtetuese. Nuk pa ndonjë kundërshtim nga asnjëri prej tyre, ka thënë presidentja Osmani. Profesori dhe juristi Blerim Burjani ka sqaruar se çfarë veprime do të ndërmarrë gjykata kushtetuese nëse i kalohet asaj kjo çështje. Ai thotë se gjykata duhet të ketë një kërkesë të qartë nga presidentja ose nga AAK-ja, e cila po ashtu ka dërguar një kërkesë për shqyrtimin e ligjshmërisë. Gjykata duhet të ketë një akt qoftë ligjor apo kushtetues për të marrë në këtë çështje. Problemi aktual lidhet me afatin 48 orësh të seancave të pandërprera, gjë që nuk qëndron, sepse çdo akt ka pasojën e vet. Ky akt nuk sjell pasoja të reja, por vetëm përsërit pasojën ekzistuese, e cila nuk zgjidh asgjë. Nëse çështja shkon në gjykatë, interpretimi i saj mund të jetë ky, bazuar në Kushtetutën e Shtetit dhe në ligjet në fuqi, duke përdorur për sqarim interpretimin sistematik, logjik dhe interpretimin evolucionar, përgjigjja e gjykatës do të jetë se afati kushtetues për konstituimin e kuvendit është 30 ditë nga dita e thirrjes së seancës nga presidentja, ka theksuar profesori. Ai ziton edhe nenin 66 të Kushtetutës, lidhur me mandatin dhe zgjedhjen. Kuvendi i Kosovës zgjedhet në mandatin 4 vjeçar, duke filluar nga dita e seancës konstitutive, që mbahet brenda 30 ditësh nga shpallja zyrtare e rezultateve të zgjedhjeve, thot ai. Tutje Burjani tha se pas vendimit të gjykatës, presidentja do të rras liderit partijak dhe duhet të kërkojë që deputetët i dorëzojnë mandatet në KQZ nga organi certifikues i rezultateve.